Ç'është si fillon vlla, po ta lexoj një pasazh. Po. Më ilumino. Ngushëllim e doktor, fëmia ka lindur i vdekur. E u largua shumë i thyer dhe pastaj ditë për ditë, kur ja nisi politikës me libër shtëpie, me 1000 vëllime, vite me radhë, kundër kujdoi dilte rrugës përpara me nën, grua, motër, djalë, vajz, vlla, xhaxha, hall, teze. Me prag shtëpie me pak fjalë. Ushërin të parë, të dytë, të tretë, të shtatë, të qenet pa qenë, të gjallet të vdekur, të njohurat pa njohur, me shoke me miq të vërtet e të sajuar, ose në blok të gjithë vrasë, zagar, qenë, bushtra, kusar, kollovar, hajdut, makut, mamuth, pervers, pusht, homoseksual, kriminal, kafsh, grabitqar, truthar, prostituta, pushoti, komunist, gjaksor, pa dhe, pa familje, pa fe, ikore, spiun, denonciator, terrorist, fuqist, bandit, kastravet, persekutor, bashkëpunëtor, genocidist, vemje, tradhtar, shkomore, imoral, drogaxhin, delenxhin, gjarpërinj, faqezin, trafikant, mafioz, përdhunues, zemullar, kumbar, qepes edhe aty do dal, minj, ullumzin, ditzin, bigjozxhin, kapëdar, kokpalar, oktapodh, dhi, ikni ore, kakërdhi, laraska, bakti, motërshar, pisar, leshpërgjakur, barkthriqur, zortrashur, belpërdredhur, ik të trash, turiqen, mbyllë gojen. I thot vetes mbyllë gojen, gjithë të këtu vlla, i thot pusho ore, pusho se aty do dal. E kupton që i thot vetes? I thot dhe ka shkruar vlla. Të dashur, tek psalmi faqja 337, gjithë juve kuriozët, mund ta vërtetoni vetë dhe toni jo po profja bën hiperbola për shkak të emisionit e gjitha më radhë. Fare e keni të zezbit bardh. Lexoni dhe iluminoni. O pacient, se nuk dini as të lexojë nga jeta. Kupton di çan niveli ka vajtur arti, i thot, domethënë i thot vetes pusho gjatë shkrimit. Duhet ta dëgjojmë dhe ne. Dëgjojmë dhe ne atë kur i vërtet vetese. Në rastin më të mirë, kjo ai ka dashur të imitojë Nolin. E ke parasysh me atë Allah Eurezile Katil, Allah shtroni turfandaro. E ke parasysh ka Noli një kështu vetëm me domethënë që edhe ai si duket ajo do jetë bazuar, po si çdo gjë që ai do ta zgjeroj pak, domethënë. Më shumë se Noli kam përshtypjen se kjo duhet të jetë. Ka dashur të shpikë sa më shumë fjalor. Ose ai është një botë aq e errët sa që duke shpërndarë errësirën e tij mbi popullin trojan, me siguri që po themi iluminon njerëzit. Se ka dhe njerëz që të iluminojnë me errësirë, shpendo. Absolutisht, po ky nuk është rasti. Bego mos e fut portës kotesh, se ky nuk është rasti, ky nuk është. Jo, ky është rasti. Të iluminosh me errësirë, ky është rasti. Jo vlla, ky është vetëm dritë. Errësirë po them. Mbaj për vetë. Unë jam shumë i bindur që ti pas emisionit do thuash. Ma bëj Allahu. Desha të thesha Basha, jo Rama. Po mirë, kështu bën trindin në televizor. Kështu në televizor bën trindin. Tani ti e kupton domethënë unë sikur kam bler të librin. Po. Sikur kam bler të librin që mu thap dora që e grisa këtë vlla, të pergamenën, po këtë do ta ruaj. Gabim ke bër, nuk ti do mbash përgjegjësi për atë. Do vi një ditë që ti për atë punë do arrestohesh, mbaj mend. Hajde krijojmë Mandelën. Ora me, hajde krijojmë Mandelën që ka ja futet vetes. E mban mend të vdekja Kalit që thyet busi e vlerës. Ha. Ta them këtë batutën time Xhaxhi Bego, lutem. Po thuaj. Faleminderit. Ja të ndërpres edhe një herë pastaj fol, ha. Unë mendoj që neve këtë duhet të shkojmë atje në vendindjen tonë Sema vlla, ta fusim në një këtu nga këto shishet qelç. Shishe? Po. Shishe qelç vlla. Ton të mbyllur mirë tapën, po tapën e ragjet ta hedhim det. Inshallah e gjen në njëri vlla këtë pergamenën pas nuk e di pas 20 vjetësh, 30 vjetësh, 40 vjetësh. Po. Do të mos i duan vlla. Në atë moment që lexon këtë lloj mlefi, mbase dikujt vlla. Mbase bie një njeriu që do me vran veten vlla. Nuk e mendon shumë Bego, e vret direkt fletën. Prit një sekond. Po ti ky është rasti më të mirë. Në rastin më të mirë. Kurse në rastin tjetër, pak më të zgjeruar, imagjino ti e hedh në Seman atë dhe ajo shishja përfundon në dërmit e vila e pritjes udhëheqjes.
dhe i bie sërish në dorë të madhit. Të madhit. Bëhen analizat ADN-s dhe zbulohet që në letër kanë ngelur ADN-ja jote dhe e ke grisur ti. Ti arrestohesh, bëhet një gjyq popullor, publik sigurisht, jo si ky i Metës që donin ta bënin se bën dot, po jo do të publik, dhe ti shpallesh armik i popullit, partia jote të dënon, edhe po dhe të dënon o bego se. Gris libra ti, gris. E mban mend te vdekja Kalit që thyet busti, që i thot ai ç'bën more, e theve, që i thot profesor Niko, i thot ç'bën more, e theve. Se kemi dëgjuar legjenda kështu që pastaj janë përjashtuar njerëz nga shkolla me të vëks kanë thyer buste. Thjesht kanë parë vdekjen e Kalit. Ja, kupton. Ja, kupton. Po të dënoj partia jote të bëhet mbesa zëvendës kryeministre pastaj. Nuk dëgjon, ti e the. Ne s'kemi mbesa, un kam vetëm nipa. Kemi në dorë ke kryeministër Nipa. Ë? Në dorë ke në kohë bëj mbes. Gjej mbes. Si të bëj mbes? Un bëj fëmijën tim, o bulti, si të bëj mbes? Bëj mbes. Ban. Të disi del ban del. Kur ban. Kjo ka, si do thoshte edhe ai madhi, i madhërishmi, ai që bën këto me shqip që zbërthen çdo gjë në shqip. Kur ban e kuptova unë. Është kur ban, domethënë kur bën një gjë. Po. A kupton? E ke filluar që ka gjetnishtja apo? Që kur vendoset te teatri Miqeni edhe Gomer. Edhe kurba, fillove thua kurba që është kthesa. Si? Që kur vajte vendose premierën te teatri Miqeni në Shkodër, Gomeret e Trojave. Ke filluar ta ndjesh pak më shumë gegnishtën tash. Ja, zbërthen. Ja, më. Po. Kur banda. E pe atë më se ç'ishte një, se kush ishte një, po se njifsha ç'a ishte një tipe që kujtun kishin bërë analizën e këngës, e kishin bërë kështu si meme, si duket. Që thoshte që ky tekst i thoshte nuk është gegnisht, është shkodrançe. Ngela unë, e ke me lugën e supës në dorë. Thash, si? Nëse ka, pyll pa dera. Çfarë ti pas dalë? Ku gjen fix për event. Pyll pa dera s'ka. Lale, akoma më e trashe, dikush ishte, që e mbështeste dhe ai që intervistonte. I thoshe, po, ke të drejti, tha, nuk është gegnisht, është shkodrançe. Thash, po si mund të ishte ndryshe, po si mund të ishte ndryshe? Këta dhe letërarësja që flasin këta, a mund tonë? Una dhe goca, para të kalojnë. Mos harroni të mos e blini këtë libër. Pikra, mos harroni që mos e blini këtë libër. Në të gjitha libraritë. Mos harxoni lek më këtë libër. Harxoj profja për juve, mos harxoni më, mos jepni më lek vlla, boll lek ju merrë. Po prit një sekond, si e ka kualitetin, si e ka kualitetin e letrës? Se s'më the, e ka 2 fletsh apo e ka 1 fletsh, griset griset e të mersh, po grisim libra online. Po i se na iku fleta, Nuk qëhet grisje, kjo është të dashur armiq. Ky është një eksperiment. Edhe ju patronazhista që jeni shumë të mërzitur, që ju keq trajtua prona e padronit, unë e kuptoj që gjithsesi ai e grisi. Ju nuk po padronin më shumë se sa babën dhe nonën. Unë e grisa, unë Bego nuk ka faj, o mret. Bego nuk ka faj, ishte thjesht. Bego ishte vetëm ishte viktime e papërgjegjshmërisë time. Për një moment unë ndjeva i fortë që të papë. E kam sinqerisht ishte viktim. Lere se ka familje i shkreti. Mos mbaj dorën tek i shkreti. Unë beqar jam. Sa do më fut në burg, vlla. Fut në burg nuk ka asnjë problem. Edhe me një biografi jam se mua më quhet familja arratisur se e kam jashtë shtetit tash. Po më fut në burg partia ime të dënojë, vlla. Unë tani më arratisur çuni 3 vjet. Ai prisa librin e shkretova. A e dhunova, edhe pse unë të dashur armiq dhe patronazhist, që jeni shumë mërzitur. Kjo është grisje për rast studimor, nuk është grisje për ta keq trajtuar librin, sepse sado pocaqit jetë ky libri, që është pocaqit dhe juve mos harroni që të mos e blini.
është libër, duhet respektuar si libër, prandaj e kemi në bibliotekë. E vërtet është. Por E vërtet. kjo nuk do të Mendosh sa letra kemi harxhon kot në këtë jetë. Po pra, për këtë janë prerë pyetje Amazonës me shumë mundësi për të bërë kjo letra këtu që u ngris me shumë. Është e sigurt që aty është minimalisht një pemë e vajtur dëm. Po. Fik pra. E kanë mbyt pemën shkret. Ta di pema për kë ka sakrifikuar jetën. Nuk e bën më vetëm për pemë. Të bën një trajtim vetëm pak politiko-filozofik mbi këtë librin këtu. Vetëm 2 minuta para se të kalojmë që të flasim pak për perspektivat e mia dhe në këtë lloj momenti do jetë Bego moderatori që do më bëj mua pyetje si publik i shfaqjes Gomeret e Trojeve për të kuptuar perspektivën e një njeriu që e pa shfaqen dhe që nuk është ekspert, është thjesht dashamirës i teatrit. Po para se të kalojmë aty, dhe do ta kuptoni se pse lidhet e gjithë ky muhabeti që bëm tash, pse lidhet edhe me premierën. A pse ti lidhe Kurbanin me shfaqjen time? Edhe këtë e bëre shpejt? Lidhe Kurbanin me shfaqjen time? Ç'lidhe ka Kurbani me shfaqjen? Janë 68 vepra para kësaj. Ja, kjo është të të manipulojnë dhe thonë pastaj që ka ndruar krah Beko është bërë me PD-n. Kur të gjithë e dinë që unë jam votuesi PS-s, sipas patronazhistit lagjes. Po, shiko. Djalli Beko Luna. Po. Djalli thuhet që ta thot vërtetën nëpërmjet presjeve, e ke në rreshta. Nuk të gënjen kurrë për djallëzin që po të bën. Thjesht ti e pranon me koshiencën tënde. Po. Kjo gjëja këtu, Kurbani, ta ka dhënë zotëria kur ka qenë kryetari i opozitës, që synonte të merrte votën tuaj për të bërë kryetari ekzekutivit, që tani më e kemi 16 vjet mbi supe, mund të ketë pasur qëllime shumë të mira, të cilat unë nuk i besoj, për probabiliteti ekziston, por është prishur rrugës, kjo është 100% e sigurt. Vizionit i fillestar me çka ka arritur është nata me ditën. Ja u ka thënë me gjak do ju bëj kurban dhe ta ka bërë kurban në Shqipërinë. Njerëzit vdesin nga kanceri në radhë. Njerëzit vdesin nga kanceri në radhë, ndërkohë që shteti rimburson ndryshimin e gjinisë, terapitë hormonale, duke filluar që nga mosha 14 vjeç. Njerëzit po vdesin nga po smuren nga kafshimi i qenve dhe nuk ka tetanoz pas datës 20 në spitale, shteti rimburson tranzinorët, dhe po ju vin kolon të huaj izraelit dhe jo vetëm në Shqipëri duke u marrë tokën shtetërore, duke qudër private. Dhe unë kam vetëm një pyetje thjesht. Kush është ai shqiptar që pas viteve 90 me 7501-shin mori miliona metra katror toka dhe nuk i ditë kemi neve? Kush e ka ky pronar i madh që pas ka gjithë Zvërnecin, i doli pronari i Zvërnecit që e pas ka bler Ivanka Trumpi. Po ndodh në çfarë? Po ndodh para syve tuaj, ja u ka thënë, ju ka thënë motorshar, ju ka thënë trushplar, ças ju ka thënë incestual, mua, juve, gjithëve neve. Edhe ta ka shkruar ka shumë të drejtë, do ju bëj kurban, do ju therr. Edhe na theri, na largoj gjithëve, na çmontoj, na përdonoj. Ja ku e keni te ky libri, përpiquni të mos e blini. Përpiquni mos e blini. Shiko, aty në kopertinë ishte një qingjë, tash e kuptova.